Thot Katadeja rahimahullah, një njeri I cili e bën një haram edhe nuk e ka lehtë që ta lane, e ka vështirë, e pastaj e le haramin nga frika për Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla thot atij ja zaventson me shumë të mira. Gjënimi ke gjenat vështirësi në lëndjen e haram me gjunave. Ne këtu të gjithë jemi gjunahçar. Nuk kemi enxuj melek. Kullu bani Adem khata. Çdo bir Ademit është gjunahçar, gabimtar. Ama më I miri është ai që pendohet. Tash njeriu gjen vështirësi në lëndjen e harameve, ama tham kur ta lanë për Allah, vështirësia është në fillim. E pastaj kur ta lanë për Allah, dhe kur Allahu t'ja mundson ta shijon atë kënaqësinë e lënies së haramit për Allah, Allahu ja zaventson me shumë të mira atij. Zaventësimi nuk është patjetër tjetë I një të lloj. Nuk është patjetër tjetë I një të lloj. Mund të jetë diçka tjetër më e madhe, më e bereqetshme.